Torin me bu me këto dy super pajisje. Hajde. Një vajzë e re që punë parsore e ka gazetarin, por dashurinë e saj për pjesën e gatimit po e zhvillon përmes pakove të ndryshme që po krijon. Së fundi, Lirikzona Nuredini ka filluar që hurmave të ju jap një shije më ndryshe se zakonisht. Përmes frutave të thata e çokoladës së zezë, ajo po i zhndërron ato në një ushqim të ëmbël, por të shëndetshëm. Ky trend ka filluar nga viti i kaluar, po vazhdon edhe këtë vit, edhe ka kërkesa të vazhdueshme prej njerëzve, domethënë ma shumë tërheqja më e madhe po i tërheq në pakot të cilat punohet, domethënë të cilat servohen. Për hurmet e mbushura, unë sot po përgatis hurme sukeri, një prej hurmeve arabe të cilat kanë shumë sheqer, po për kombinim, për me bo një normalitet ose një stabilitet më të mirë të sheqerit, kom vendos me bo me lajthi, me fistek, me badem, ora indiane edhe me fruta të ngrira. Atëherë unë po filloj punën me këto hurmet. Së pari mbushen e bojmë në këtë formë. Do me thoni fusim dy badema, dy copëza badema, po e bëjmë me nga 2 prej secilës, për shkak që një pako me cilën unë e servoj, do me thonë, ose unë e shes, është do me thonë për 12 copa. Mande e vazhdojmë tash me lajthi. Lirikzona si një pastiqerje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit ka kërkesa më së shumti për hurmat e mbushura. Kërkesa ka jashtëzakonisht shumë, do me thonë duke pas parasysh se në vendet tjera njerëzit nuk kanë mundësi për shkak të çmimit lartë që e fusen, po me thonë drejtën nuk është diçka që shumë ka fitim këtë pjesë, për shkak se duke pas parasysh edhe pjesën e do më thonë shpenzimeve që bohen për një pako të hurmeve, mirë po pavarësisht asaj, do më thonë unë jam e kënaqur me këtë punë që e kom fillu, realisht e kom fillu si pastiqere ma herët, do më thonë nga viti i kaluar me kom fillu vetë në faqe online, po tash për muajin e shenjtë Ramazanit kom bo disa oferta për këto hurmet edhe jam shumë e kënaqur. Nga shumë mundësi, Lirikzona ka zgjedhur frutat në mënyrë që mos të humbas vlerat organike të hurmave. Do me thonë përdorim edhe krem fisteku vetëm, edhe se në formën edhe çokoladës së Dubait, do me thonë që është bërë një trend edhe këtë vit, po do me thonë bëjmë edhe me krem të kokosit, mirë po kjo pjesa e kremëve mund të them që e bën shumë ma të ëmbël një hurme me cilën ndoshta edhe njerëzit nuk mujnë me përballu atë shumë ëmbëlsi. Prandaj për sot kom vendosur me i bo me këto, me kombinu me diçka tjetër që me pru një sheqer ma të mirë dhe ma të lehtë, do me thonë për njerëzit të cilët i konsumojnë. Për hurmat e mbushura spaku 40 minuta shkon, do me thonë nuk është shumë kohë e madhe, po dhe nuk është shumë kohë e vogël, duke pas parasysh që këto përveç që duhet me i bo, to dojnë edhe detajet, do me thonë zakonisht detajet në ato të cilat e tërheqë ma shumë syrin e njerëzit, prandaj edhe për atë pjesë 40 minuta i duhet për përgatitjen e tyre. Tash me qenë se mbushin e kemi realizu, tash e shkrim çokoladë dhe i fusim çokoladë. Me çokoladë, do të thonë hurmet që i kemi mbush ma herët, fillimisht me rëmojës i bëjmë në këtë formë, për shkak që me kap të gjithë çokoladën.
Tash me qenë se ende nuk është ngri çokolada, na vazhdojmë me apo dekorin, mandej I servojmë në pjesë të pakos. I hedhim kështu. Dekorin mund t'ja bëjmë edhe me shije për shembull që I kemi mbush, mirë po sot po e bëjmë me çokolada me ngjyrë, shumë ngjyrshe. Kemi 2 lloje, domethënë çokoladave që do t'i bëjmë. Që njëherët kur të ngrihet, pastaj edhe kjo të ngrihen tamam çokoladat në ngjiten këtu në çokoladë edhe bëhet totale më mirë. Tash I lëm dikun rreth 5 minuta për të ngrirë, dhe I paketojmë. E kemi përfundu, domethënë pjesën e përgatitjes së hurmeve, tash është koha për me I fut në paketime.